Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë një vizitë në fermën eksperimentale të shkollës profesionale Mihal Shahini në Cerrik, një projekt i vënë në jetë nga Agjencia Izraelite për Zhvillim. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se bëhet fjalë për një program që synon të ndajë përvojë me brezin e ri të studentëve. Kreu i qeverisë theksoi se në këtë sektor Shqipërisë duhet një fokus tek inovacioni dhe praktikat e mira përmes kulturave të ndryshme bujqësore. Ne kemi gjithçka na duhet, por ajo që na ka munguar për një kohë gjatë ka qenë pikërisht një fokus tek inovacioni dhe tek eksperiencat më të mira. Prandaj jam shumë falënderues miqve tanë izraelit për këtë kontribut këtu dhe duket si një kopësht i një shtëpie, por në fakt është zemra e një ferme eksperimentale. Këtu bëhen eksperimente me kultura të ndryshme, ndërkohë që në anën tjetër janë edhe baktit me të cilat punojnë nxënësit bashku me pedagogët. Shifrat e interesimit për të bërë pjesë e Universitetit Bujqësor të Tiranës nga ana e të rejave dhe të rinjve janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Ne kemi të gjitha shkaqet për të qenë optimist edhe për këtë program, edhe për këtë shkollë, edhe për këtë bashki që ka hedhur hapa kurajoz edhe hapa të admirueshëm në drejtim të vënies në shfrytëzim të atyre që ofron sot teknologjia në funksion të zhvillimit qëndrueshëm, në funksion të uljes kostove, në funksion të rritjes cilësisë mjedisit dhe të pastërtisë tij e kështu me radhë. Ferma në Cerrik do të shërbejë si një platformë edukimi, trajnimi dhe demonstrimi për nxënësit dhe fermerët, të cilët do të mund të përdorin metoda inovative për kultivimin e produkteve bujqësore.